Në vitet e 80-ta ju mërgate dashur ishit përfaqësues të Kosovës në vendet e botës, duke treguar zotësi e përkushtim në punë. Kontributi juaj prej dekadash e ka shndruar mërgatën kosovare në krah jo vetëm të familjeve, por edhe të shtetit të Kosovës. Në vitet e 90-ta sërish ishit ju shtylla e fortë e qendresës sonë. Kontributi juaj i jashtëzakonshëm mbajti gjallë sistemi paralel të arsimit, të shëndetësisë dhe të kulturës, por mbi të gjitha e mbajtë të gjallë idenë politike për lirinë e vendit, duke u shndruar secili prej jush në ambasador të Kosovës, në përhapjen e së vërtetës dhe mbrojtjen e të drejtës për liri e pavarësi. Ishit ju që u mobilizuat rreth kauzës së çlirimit, duke mbështetur luftën tonë çlirimtare për mbrojtjen e pragut të shtëpisë. Prej kur Kosova u bë shtet, ju mërgate dashur vazhdoni të jeni frymëmarrje për secilën familje kosovare, sikurse edhe për vetë shtetin. Kosova nuk mund të paramendohet pa ju. Pa mërgatën tonë të fuqishme fisnike, e cila i doli ndihmë shtetit në çdo ditë të përpjekjes për liri, në çdo ditë të bërjes së shtetit, në çdo ditë të konsolidimit të tij. Mërgata nuk është vetëm kontribut material për vendin, është frymëzim dhe përpjekje për një Kosovë më të mirë, ku ju, familjet dhe fëmijët tuaj ndihen të trajtuar denjësisht. Prandaj ti nisim edhe një herë përpjekjet tona të përbashkëta për ta bërë Kosovën të tillë. Mërgatë nderuar, periudha e aplikimit për regjistrim për votim jashtë Kosovës do të përfundojë me 21 janar 2021 në orën 18 sipas kohës lokale në Kosovë. Ndani pa kohë nga angazhimi juaj i çmueshëm duke u regjistruar për votim në mënyrë që me 14 shkurt me votën tuaj ta mbani dhe forconi lidhjen tuaj me atë dheun. Me 14 shkurt mërgate dashur, ju keni mundësinë që me votën tuaj të japni kontributin edhe më të madh për një Kosovë më të mirë. Kosova është shtëpia juaj, është shtëpia jonë e përbashkët.